Atere, mund të blesh shtëpitën e ti? Jo. Se blen dot. Ti je avokat, dhe nuk e blen dot, po ta them unë. Po një student shqiptar që fillon punë sa ka mbaruar fakultetin dhe filloi punë, me rrogën që merr, shtëpi nuk merr dot. Grua nuk merr dot se nuk lind dot fëmijë, se nuk rrit dot fëmijë, me të ardhurat që ka. Pra minimumi i të ardhurave të rrogës, rroga minimale në Shqipëri duhet të jetë minimumit 1.700.000-1.800.000 lekë, që të ketë mundësi të lërë 5 lekë që të blej dhe shtëpinë. Kjo është e pamundur në Shqipëri. Dhe kjo bën që njerëzit të ikin nga sytkëmbët, kjo bën që të vinë të importojmë të huaj në Shqipëri dhe ta kthejmë Shqipërinë në një vend ku s'ka më shqiptar dhe për 20-30 vjet zhduket kombi shqiptar si etni më vete, mbajini mend se ju them, jeni shumë të rinj, do t'u dalë në fjalët e mia, se me këto ritme që vinë të huajt në Shqipëri, me këto ritme që vinë emigratët në Shqipëri, ne jemi të humbur. Kanë emigruar, thot zotria, nga Kroacia, o zotri, po krahasojsh ti me Kroacin? Po në Greqi ku ju keni qenë vetë, a kanë emigruar grekët? Pra në Amerikë, në Gjermani. Po, grekët kanë emigruar, zotri, po grekët kudo që vajten pronat i kanë më vënd si që kishin këstote 2010. Edhe shqiptarët në vënd i kanë. Si ti? Shqiptarët në vënd i kanë. Pronat? Po. Jo, zotri, u shvjedhë pronat. Prona vidhen për ditë. Tjetër se ka probleme tilla. Të lutem, jo probleme, jo, është gangrena e vjedhjes së pronave. Shqiptarët e kanë identitetin, kombëtar e kanë më të lartë se grekët. E kishin. Pra e kanë, ne kemi miq të afërm, shokë që kanë emigruar. Kalon marrëdhëniet Shqipëri që ka shumë më tepër. Ata vinë të paktën 2 herë në vit. Jo, e ke gabim, po ndihmojnë familjet, ndihmojnë prindrit e tyre. Ndihmon kush? Kush? Emigrantët. Kush i mbajnë, pse do jetojnë me pensionet 100.000 lekësh? Po pse u jep 100.000 lekë? Pse s'u jep aq shumë takon? Por jam dakord me ty. Po me kë je dakord? Je dakord me mua? Që prindrit tu jetojnë me të ardhurat ende të remitancave. Mirë, do ta kuptosh ti që remitancat mbajnë këtë qeveri kriminale në pushtet, këtë do ta pranosh? Këtë qeveri antikombëtare me remitancat e mbajnë në pushtet. Remitancat e mbajnë Dinamën akoma në pushtet. Nuk e mbajnë remitancat, përkundrazi, ata emigrantë që sakrifikojnë për familjet e tyre. Që më thua, bëna betare tani? Unë së bëja betare, unë tregoj një të vërtet. Ata janë për të falenderuar, sepse sakrifikojnë për familjen e tyre. Paguajnë taksat në atë vend që jetojnë, dërgojnë dhe të ardhura për familjen e tyre. Për kë thoni? Për emigrantët. Për kë kundërshton? Emigrantët thot inkriminojnë, i kanë para të pisa, thot avokati, me pak fjalë. Kush ta tha? Po këtë tha, bankë të qeveri kriminale. Po, mbajnë, po, parate atyre që dërgojnë për, ja do ta them unë mekanizmin. Parate atyre janë që mbajnë gjallë prindrit e tyre këtu në Shqipëri. Në vend që prindrit e tyre që janë pensionistë, duhet të jetojnë me pensionet e tyre si që jetojnë gjithë botën. Ndërsa në Shqipëri pensionistët shkelen, po nga janë punë e miru abin se ata e mbajnë të kriminellin pushtet që quhet Edi Rama. E para, e dyta, lemëm të tregon votat mua të dhe shqiptarët që na dëgjojnë i din mirë votat. Shqiptarët, a keni ardhur ju në 2005, a keni votuar ju? Jo. A ndryshojnë gjërat? Nuk votova. Në 2013, a ndryshojnë gjërat? O zotri, dhe njërë tjetër, shqiptarët vinë prapë, pra në qofë se qikojnë, se ka një alternativë. Ka 82 vjetë që s'ka alternativë, po vidhen votat. Qytetarët, pa tjetër që ata marrin avionin dhe nuk votojnë, si shvotuar me ato cilat janë të dyshimta. Nga fjala, unë thash, remitancat thash, mbajnë në pushtet këtë qeveri kriminale. Pse lëviz nga fjala? Po për çfarë mbajnë? Ja them unë. Në qoftë se nuk do vinë remitancat, pensionistët me 1.000 lekë nuk rrojnë dot, me 100.000 lekë, do ngrihen, do protestojnë, do të arzojnë. Po se do të vijuri, ata kanë mendje në vend, ata dinë si votojnë, edhe me bindje. Do jetojnë me 100.000 lekë muaj, ja? Ore, ata e dinë si të votojnë. Të mos vinë remitanca. A vjen kutia e votimit? Dëgjoj, mos më bën politikë elektorale mua. Ju kur votoni me mendje. Shoku. E kam parë diellin para teje unë. Dëgjoj mua, po të fillon të vesh tutje. Të them edhe një herë tjetër. Ju jeni më i rritur se mua, më i vjetër po. Të them edhe një herë tjetër. Ti mos mundo që të mbulosh diellin me shosh. Jo, ne nuk po themi fakt. Remitancat e emigrantëve mbajnë në pushtet këtë qeveri kriminale. Po ta them shkurt, sak, prerë. Pse e mbajnë? Mekanizmi cili është? Në qoftë se nuk do vinë remitancat,
Këtë pensionistët do ngrirë, sot do të vyrish do hanë, se 100.000, 150.000 dhe 200.000 dhe 400.000 të ja bësh pensionist shqiptar ti, pensionistit, nuk i del për i lashe gjysë.